Kemi të bëjmë me Putinin, Putini fuqinë të cilën e ka në Rusi. Realisht se cili udhëheqës rus varet krejt nga disponimi i tij. Gjykuar nga kjo çfarë po shohim deri tashti, gjasat janë të vogla. Siç po duket, Putini do të shkojë deri në fund, sepse e ka historinë ruse para vete, e din se çfarë i ka gjetë liderit e më pashëm sa herë që kanë dështuar, jo vetëm se Romanovët, por edhe ata komunistët, e dim se çfarë ndryshime psuan Bashkimi Sovjetik pas humbjes në Afganistan. Kështu që kjo betejë nuk është më siç po duket betejë mes Rusisë dhe Ukrainës, po mes Putinit, ekzistencës së tij dhe Ukrainës, dhe mund të ndodhë gjithçka. Pra, ju thoni se Putini po luan për kokën e tij realisht, aktualisht. Absolut, absolut. Nuk ka shëtim tjetër, sepse ky tashti kredia 90 miliardë që është miratuar, huaja realisht, nuk është kredi, që është miratuar Ukrainës, e siguron Ukrainën edhe për 20 muaj luftë. Pastaj ky hapi i Trumpit, kur deshti ta nxjerrë nga kriza Putinin, por këto lojrat e fundit me sulmin e tij të ashtu quajtur, siç ai po thot se po akuzon Ukrainën se është sulmu shtëpia e tij, e jep përshtypjen se Putini nuk është interesuar për paqe, paktën një herë për një herë.